Mirë po mi unë me pit njani prej neve çka ka për neve që s'po mujim ne me jo përgjigj se ashtë trejtu dhe s'kemi mundësi në të shkojmë këtë vend bane një jetë me shku kishe pas mundësia kishe shku nëse kishe pas një jetë me shku kishe pas mundësi atëre kesh përblimin sigur me pas shku pejgamberi Allah në luftën e të bukit duke u këthi nga luftë e të bukit tha janë disa njerëz të cilët Medine mirë po nuk kemi hec me një login apo me një kodrin vetëm se kanë qenë me ne tha një Rasulullah si kanë mundësi me qenë me neve kurse ato në Medine tha ato ka qenë të justifikuar oj malëngjuar i justifikuar Allahu Azza wa Jall thot banë një jetë ti që ti përgjigjesh Zotit tën Allahu Azza wa Jall nuk prevon edhe nga sevapët si kur i ka gjiu i ke dhe ti gjithashtu thot tregon pejgamberi Allah kur u ankuan të varfërit të pejgamberi Allah si transmeton Ebu Hurajra thani ja Rasulullah këto të pasanikët janë që në të i kaluan na po bojmë namaz dhe ato po bojnë namaz na po bojmë gjihad dhe ato po bojnë gjihad mirë po ato po kanë shka me dhonë po kanë mundësi me shku numre po kanë mundësi me shku në haq nas po kena mundësi ta pejgamberi Allah atë ju tregoj për diçka nëse e bani ju do t'i arrini ato që ja kanë të i kalu juve dhe nuk arrin askush me ju mërri juve pas juve vetëm aj që vepron si kur ju ta në tregoja Rasulullah tha pas namazit farz mos e lëviz vendin pa thon së paku 10 herë subhanallah 10 herë elhamdulillah dhe 10 herë Allahu Akbar jo pas sunet pas namazit farz ne i thojmë 43 herë dhe kjo është ma e plot dhe ma e mirë mirë po pas namazit farz nëse je për gut mos e le pa thonë 10 herë subhanallah 10 herë elhamdulillah 10 herë Allahu Ekber shpërblimin e ke si kur me kryen haq vllai dashër musliman ape shep pa dhja që të ka bo tije të ka privu nga sevapët e mdhaja që i ka premtu pejgamberi Allah ja është të transmeton e Bodher el-Ghifariu që thot kur ankuan të varfrit për shkak pasanikëve pejgamberi Allah tha a nuk ju kalon Allahu edhe juve o ju të varfër o ju të varfër a nuk ju kalon sevapë ta nuk e dini se me fal namazin e jatsis me gjemot e kesh përblimin sa një haqë në kri dhe me fal sabahun me gjemot e kesh përblimin sa një umre dhe një transmetim thot pejgamberi Allah me dalën me qit hapa pe i shtëpis për ta kryen drekën apo i kindien apo akshamin apo sabahun apo tjen një farz prej farzëve kesh përblimin sa një haqë e me dalë në gjami me bona file si kur që ven namazin e taravis apo namazin e paraditës e kesh përblimin sa një umrë dhe thot pejgamberi Allahu gjithashtu ai i cili del në gjami vëllezër të ndershëm nuk vjen në gjami vetëm me mësu diçka prej fesë Allah pra ata të cilët privohen dhe nuk vinë për derse elhamdulillah kena me bollëk kafët full gjamiat zbras nuk ka interesim me mësu fejnë Allah në periudhën më delikaten si për faqen e tokës nuk ka dit më të fështira dhe më delikate vëllezër të ndershëm se këto dit për ata më nevoj se së këto dit me mësu fejnë Allah kur s'kena pasën dhe s'kemi me pas për çkak se ka mundësi një dit në mëngjes mu zgju dhe me ndodh një katastrof e modhe e çuditshme nga se Allahu Azza wa Jall është duke pregadit tokën për një ndodhi të madhe dhe nuk kanë mi shpëtu kësaj sprove të madhe që ka me ndodhen unë mendoj këtire viteve vetëm ato që njofin fenë Allah para të thot pejgamberi Allah ai që del në xhami me mësu njerëzve një të mirë apo ai që të prezenton në xhami me mësu një të mirë e ka shpërblimin sa një haq dhe thot pejgamberi Allah ai që e fal sabahun dhe që ndëron sabah në venin e xhamias nuk del deri të lindë dilli spaku deri të lindë dilli e ka shpërblimin sa një haq dhe një umre të plot para mendoj 10 minuta
neve me qëndru në xhami, e kena shpërblimin sa një haqë dhe umret plot, kështu ka thonë pejgamberi Allah. Pra ti që i privuan për aqe, ke mundësin, ke dunja dhe të ndërshëm me arrit shpërblimin e haqit dhe umret